Edicioni 11 i aktivitetit Asnjë fëmijë jashtë ka mbledhur në qendër të qytetit fëmijë të shumë të cilët kanë ndjekur këtë aktivitet, të organizuar nga The Door në bashkëpunim me Bashkinë e Shkodrës. Për rreth 2 orë, të pranishmit kanë shijuar muzikën, numrat akrobatik, por edhe performancën e shkollave të Shkodrës dhe më gjërë. E pranishme në këtë aktivitet ka qenë edhe kryetaria e Bashkisë Shkodër, e cila ka vlerësuar një nisëm të tillë. Ka një qëllim aktiviteti. Aktiviteti është aktivitet për fëmijët dhe të rinjt, të shkollave, nxënësit, por sidomos për ata që sot, në këto ditë vështira, nuk e kanë mundësinë për të pas një fest, për të kanë me të tjerët, për shumë arsye, për faktin se s'kan mundësi ekonomike, kanë probleme sociale në familjen e vet, apo në jetën e vet, jetojnë ndoshta në kushte të vështira, dhe ideja është që përmes këtij aktiviteti, ku vetë këta fëmijë marrin pjesë, ne mund të japim një mesazhin e integrimit dhe mesazhin e dëshirës mirë që të gjithë fëmijët tanë kanë mundësinë dhe të drejtat barabarta. Unë dua t'ju uroj festën, dua falenderoj The Door, e cila është organizata me cilën ne bashkëpunojmë për aktivitet, për ato çfarë ata bëjnë, për gjithë përfshirjen, për mbështetjen që japin bandës, me të gjithë ata të fëmijë dhe të rinj me aftësi ndryshe, rast unik në Shqipëri, për mbështetjen që japin familjeve në nevojë, komunitetit rom dhe egjiptian, dhe të gjithë asaj që ne kemi mundur të bëjmë së bashku, me The Door dhe me shumë organizata të tjera në territorin e Shkodrës. Asnjë fëmijë jashtë është një program festiv artistik, me fëmijë për fëmijë. Është krijuar një traditë tashmë që aktiviteti në fjalë është kthyer në aktivitet të përvitshëm, falë angazhimit të bashkëpunëtorëve të The Door dhe mbështetjes financiare nga Bashkia e Shkodrës.